Si monitorohen sot kompanit e mëdha botërore? Jam në Devoli Corporation, në qendrën e saj, 2100 kamera. Prej këtu duhet ndrohen ekranet disa herë që t'i shihni gjitha, e deri në fund imazhet e çdo pike të korporatës Devoli, të Devoli Corporation, që mund të shosh. Tani jam në formatet vogla për të ruajtur privacy-n, këto mund ndrohen nuk e di sa herë për të futur të 2100 kamerat. Do t'ju them djemve që merren monitorimin të më nxjerrin një pjesë, kjo është pjesa përpara pra zyrave të korporatës Devolit dhe të Prince Cafes. Shiheni se çfarë zoom-i mund të bëj. Ta çoj më shumë ke makina, çova shumë, ta çoj te makina ime dhe ti mund të monitorosh këtu deri shoferin brenda. Sa është zoom-i, sa i madh? Zoom-i është 100 herë në këtë kamerë. 100 herë në këtë kamerë. Domethënë, imagjinoni në çfarë distance shije se si duke mund makinë. Jo, më mendoni sot për privacy në botë, se këta e kanë vetëm për kompaninë e tyre, po imagjino çfarë ndodh me shtetin dhe me pjesën tjetër. Shive tani se i bëra zoom out për ta kuptuar se ku është. Shive se çfarë distance ka dhe sa e afrova. Shiheni sa është zoom out. Pra nga atje ti mund të shohësh brenda. 2100 kamera janë, ha? 2100 kamera në gjithsej. Gjithsej. Kështu monitorohen sot në korporatat moderne. Çdo gjë është e monitoruar.